Ndodhemi në kalan e Prezës, pak kilometra larg Tiranës. Brenda këtyre ambienteve, prej më shumë se 2 javësh po punohet për ndërtimin e një objekti. Sipas banorëve të kësaj zone, bëhet me dije se ky objekt që do ndërtohet është në pronësi të njërit prej anëtarëve të kabinetit qeveritar. Ndërtimet pa kriter nuk kanë kursyer edhe monumentet kulturore, siç është ndërtimi që sapo ka nisur të lulëzojë në kalan e Prezës. Prej më shumë se 2 javësh kanë nisur punimet për ndërtimin e një objekti ngjitur me murin rrethues të këtij monumenti në kundërshtim të plotë me ligjin. Banorët e Prezës jashtë kamerave tregojnë se kanë vënë re praninë e një antari të kabinetit Berisha prej momentit të nisjes së punimeve, duke u shprehur se objekti që pritet të ndërtohet është pikërisht i tij. Pamjet e filmuara nga Anjë Report tregojnë qartë hapësirën e zënë për ndërtimin e këtij objekti, ku siç duket nga pamjet ka nisur gërmimi.